nga dashuria e dy prindërve vinë bebat. Ju kishit vite bashkë dhe donit shumë të bënit fëmijë dhe ja ku erdhën dy mrekulli. Ashtu. Me një lindje të lumt, arritet të kishe edhe djalin dhe vajzën. Po. Si ka qenë kur more vesh lajmin? Nuk është një nga ato lajme që nuk besohet kollaj, sepse ne kishim vite që përpiqeshim dhe një lajm i tillë të vjen shumë i papritur edhe të duket sikur pse mua, sikur ti nuk e meriton gjitha të gëzim që do kisha 2 fëmijë. Më pas, kur zbuluam gjinin, që ishte një djalë dhe një vajzë, vjen akoma një dhurat tjetër. Dhe thua, vërtet, unë mund t'jem kaq e bekuar. Më pas Shazania ishte e qetë, shumë e bukur, e kam shijuar çdo ditë shumë. Lindja shkon shumë mirë, e thua, vërtet, unë jam kaq e bekuar sa çdo gjë të shkoj mirë për mua, edhe pastaj fillon rritja e tyre dhe ti harron atë mosbesimin, je në gjendje lufte, 24 orë, dhe shumë pak janë momentet ku ti ulesh dhe mendon, o zot sa e bekuar jam, faleminderit. Të s'ke kohë. Je gjithkohë, je në gjendje tensioni, lufte, mbijetese. Gjithmonë e këtë situatër me humor, Helga. Po ashtu është. Është patjetër se të qenit prind, sidomos me binjak, duhet jetë ekstra lodhje, ekstra gëzim dhe ekstra lodhje, e keni të gjitha të dy fishta. Me deri pak tek pritja e ëmbël dhe zbulimi i gjinisë, me qenë se përmenda. Kur bëre baby gender, ke bërë ndonjë, le të themi, zbulim të veçantë, ka qenë diçka në çift, si ka qenë historia? Jo, nuk ka qenë asnjë gjë nga këto. Nuk jemi natyra shumë romantike. Kishim dëshirë ta merrnim vesh sa më shpejt, edhe doktoresha na tha, na pyeti, t'ju a them? Po patjetër që po, ishim shumë të paduruar për ta marrë vesh. Më pas i kam njoftuar gjithë afërmit e mi me një çokoladë roz dhe një çokoladë boqell. Ja jepja në dorë, edhe kështu ishte gëzimi atyre që ajo ishte festa për mua. Kur e morët vesh atë ditë tek ekoja, tek kontrolli mjekësor, gjinin ju të dy si reaguat, sidomos bashkëshorti? Qam shumë. Vërtet? Ishte shumë e bukur. Ishte shumë e bukur. Besoj e kishe menduar që mund të ishin në një gjini pak a shumë, apo jo? Pra, është ajo ideja fillestare që... Kur mora vesh që do kem binjak, i mendoja 2 binjak identik. Po shohin videot e tyre në ekran, prandaj qeshin. E kujtoj atë. Opa, çfarë mistrecash. Kështu prapësirash keni bërë ju, a? Po. Opa, Elif, po si je rrëzuar ashtu, a? Sa e vojtë s'ken... Nuk rije në një vend, do me thënë. Po tani rri në një vend, apo... Jo, akoma. Kur ham vetëm lëviz. Ojt, po pse mendon që motra vetëm lëviz është shumë mistrece, është natyrë... Shumë. Po ty të bezdis në pak të ngacmon, apo... Shumë. Shumë. E si i thua ti kur të ngacmon? Ja kthej, si që më ka thënë mami. Mami ti do bësh pache, apo... Më ka thënë mami ti ja kthej. Do jem shumë sinqert, jo, si gjithmonë. Unë përpiqem shumë të vë paqe me komunikim, se jam në natyrë e qetë, por ka momente që dorëzohen fare. Se mund do, ka gjuajtur? Gjuaj. Dili zot vetë. Ka sharë shaje. Dhe ashtu i zgjidhi shumë më mirë konfliktet midis tyre. Unë nuk përziem unë. Nëse përziem unë, dalë gjithmonë në keqen. Çfarë po shihni tani? Video kur ju keni qenë të vegjël fare. Po, e liri bezdiste unë qaja, i gjyja prap, qaja prap. Dëgjoj, Helga, unë them si ke ndenjur ti aty duke bërë video dhe duke mos u përpjekur për t'i ndarë. Isha e dorëzuar. Isha dorëzuar fatit. Bënë çfarë të doni tani. Le të bëjnë që të duan, se do merren vesh vetë. Ja, kur vinte një moment që ishte kritik, patjetër që unë ndërhyja, po... Këto janë lojrat e fëmijëve pak a shumë. Kam dashur shumë që ta shijoj edhe fazën e mirë edhe fazën e keqe që kishte. Dhe kur ziheshin, doja t'i kisha. Nuk... Ka të paguar ato video? E vërtet ti sa heri poston në fakt edhe ne që jemi
shikuesit po themi të këtyre videove dhe audienca jote, kënaqemi se jo vetëm që janë kështu fytyra të bukura, por kanë ekspresivitetin e tyre, lojën e tyre, formën e tyre, edhe sot që janë kaq të rritur, pra jo vetëm atëherë kur ishin kështu të vegjël. Prap se prap ato videot në makinë, ju bëni goxha edhe karaoke në makinë, apo jo? Unë kam një ndryshim nga përpara. Përpara e kam pas flokët bjond. Tani i kam gështej. Shumë mirë. Unë kam ndryshu. Po të shkojnë shumë edhe kështu. Po. Edhe si çka të bukura? Ndet. Me pushime ndihmoni mamin apo luani dhe ziheni dhe në ujë dhe në det? Në pushime nuk është se zihemi shumë, se më shumë luajmë, se në det. Se aty, se ne ikëm në Turqi dhe ishte shumë bukur. Okej. Po, zakonisht ku jemi në Shqipëri, zihemi, po në pushime... Është çështje ajri, Elif? Mendon se është ajri shqiptar që të shkakton këtë lloj irritimi? Apo është mungesa e aktivitetit, se këtu s'ke çfarë bën ndonjëherë në këto vende turistike? S'kemi çfarë të bëjmë. S'ke çfarë bën, s'kaj do zdihesh. Qytetet e tjera kemi gjatë të tjera të vesh. Shikoj, është interesant. Ky është një mendim turisti shumë i thellë. I thellë dhe i sinqert. Pra i bie që vërtet nuk ka aktivitete mjaftueshëm në Shqipëri kur bëjmë pushime. Është vërtet. Shikoj se këtë e vuajmë. Jo, është vërtet. Nuk ka faj goca që e thë. Është atje je i angazhuar gjithë kohës. Nuk të mjafton dita për të bërë çdo gjë që ka. Po megjithatë pushimet në Turqi kushtojnë më shumë, Elga. Kam përshtypjen. Jo, unë kam përshtypjen që aq ditë kushtojnë më shumë po të rish këtu. Po. Ke mbritur në këtë përfundim, edhe pse janë 2 fëmijë. Mbase kanë shumë kërkesa Elif dhe Ej. Keni shumë kërkesa kur shkoni me pushime? Çfarë? Për të ngrënë, për të luajtur rroba? Për të luajtur vetëm pishina dhe në det. Po ku është darkë, doa për të hangurën. Kur është darkë? Jo për të luajtur. Si jeni me ushqimin, se për të gatuar shumë mirë. Mirë dukeni. Mirë jemi. Bashkëpunues. Me ushqim. Tregonit vërtetën. Po, në Hani çdo gjë që përgatit mami? Jo çdo gjë.